tërhiqet prej qeverie, por a e dini pse? Se atëre kishim Ministrinë e Shëndetësisë, na u morim Ministrinë e Shëndetësisë, na i pësin një ministri tjetër, paresor, edhe ne thamë dalim prej qeverie. Por, duke i pas të gjitha ministrit dhe të gjitha drejtorit, me ofert ju japim edhe disa drejtori ekstra, por rini këtu në qeveri, edhe të thuash faleminderit, unë nuk e shoh, ne nuk e shohim më veten në këtë qeveri, jemi të marginalizum, të papërfillur dhe dalim. Kjo është rast i vetëm në historim pluraliste të Maqedonisë. Që i bie kjo një lloj reflektimi nga këndvështrimi juaj. Do dua pak të ndalem tek gjuha e përdorur nga kolegët tuaj të deridjeshëm, sepse nuk janë më tutje në pjesë të koalicionit, dhe pse kolegin politik i keni. Gjuha e ashpër, akuzuese ndaj juve, zoti Taravari, gjuha e ashpër se ndikoi Ali Ahmeti me një forme e shtriu dorën dhe ju tërhoqi juve, u bët mashë e tij, deri tek një letër që e lexova sot nga kolegu juaj, edhe nga një njeri që e keni patur shumë afër, zoti Arben Fetaj, i cili ka vazhduar të qëndroj në pjesën e koalicionit me Vlen, ai ishte në Aleancën për Shqiptarët, një letër e gjatë, letër që me një farforme ishte shfaqej me një farforme zhgënjimi i madh i tij në raport me veprimin tuaj, por edhe në raport me akuzat që ju ja kishit bërë atij se përpara ka qëndruar në Vlen. I keni parë këto akuza këto si grumbullim? Një sqarim për opinionin në Kosovë, se të ishte emisioni në Maqedoni, as pak do thosha shkojmë në pyetjen e radhës, por për Kosovën mendoj se ja vlen të sqaroj. Absolutisht po. Unë mendoj që duhet ta qartësojmë. Fuqia politike e BDI-s dhe Ali Ahmetit më e madhja ka qenë para një viti, në janar të vitit 2024. Atëherë Ali Ahmeti ka pas kryeministër shqiptar, ka pas gjysmën e ministrave në qeveri shqiptar dhe i instaluar në çdo institucion për 22 vite. Mua më është afruar prej zotri Ahmetit të bëhem kryeministri parë shqiptar. Jo është afruar? Absolut. Ja e them publikisht, le dalin, le ta demantojnë. Pse nuk e pranuat? E kam refuzu. Pse? Sepse kam mendu se duhet ta sjellim ndryshimin te shqiptarët.